Obeziteti sot konsiderohet një nga sfidat më të mëdha shëndetësore globale që nuk lidhet vetëm me mënyrën e të ushqyerit, por edhe me funksionimin e hormoneve dhe metabolizmit në organizëm. Shpesh pas shtimit në peshë fshihen faktorë që nuk janë gjithmonë të dukshëm, por që ne shumë shpesh i bëjmë pyetjes vetës se pse ndodh kjo dhe pse ndodh që pas shtimit në peshë të paraqiten edhe efekte tjera anësore në shëndetin tonë. Për t'i kuptuar të gjitha këto përgjigje, sot në studio kam kënaqësinë që të prezantoj para jush për herë të parë doktor Argjend Muça, një mik timin shumë të vjetër, por që nga që nuk e kam parë moti, e sheh edhe mbiemrin ta kam harruar doktor. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje Ida, faleminderoj për ftesën. Prej para do kohë bëshim planet vim, po obligimet edhe s'munda me ardhë, po të faleminderoj për ftesën. Shumë edhe është shumë kënaqësi që është kënaqësi edhe me mua pasi njihemi edhe personalisht edhe është kënaqësi. Po, ne njihemi shumë kohë të gjatë shikues të nderuar, por asnjëherë nuk e kemi trajtuar këtë temë, nga që ndoshta unë nuk kam nevojë të di shumë rreth peshës trupore, por që është mirë çdo herë të diskutohet dhe të kemi informacione shtesë jo vetëm për obezitetin, por edhe çdo sëmundje që mund ta kemi ne. Doktor, dua të di fillimisht si nis mëngjeset? Në rëmuj kështu e ke ritmin e ditës, ose? Po, çdo mëngjes gati shumë vite, për shkak obligimeve në punë, edhe njëkohësisht jam edhe ligjerues në universitete, edhe tanë koha, do me thonë, e kam orarin të mbushur, të ngjeshur, për fat të keq atë edhe që do të flasim sot, unë si mjek më pak i përmbahem, do me thënë puna e tepërt, angazhimet e tepërta, edhe pak në ngelin kohë për të kujdesur për veten, flasin aktivitetin fizik edhe krejt ato rekomandimet për cilën do të flasim në këtë emision. Po besoj se shumica e njerëzve e kanë atë problem, posaçërisht ato që janë me obligimet të tepërta. Obligimet e tepërta ndonjëherë na bëjnë që edhe mos të ushqehemi shëndetshëm në ambientet e punës, për shembull shohim diçka shpejt të ham, pastaj angazhimet e shumta, stresi, mëngjeset e hershme, ka shumë faktor, por që do i tregoni ju pastaj. Le të flasim le të fokusohemi te endokrinologjia. Si fush, çfarë është endokrinologjia dhe cilat problematika i ka, i trajton? Kështu, endokrinologjia është pjesë e mjekësisë interne, është një specializim 6 vjeçar, është pjesë e mjekësisë që i trajton sëmundjet e brendshme. Endokrinologjia si fokus e ka sistemin hormonal, ku bëjmë pjesë gjëndra tiroide, gjëndra mbiveshkore, hipofiza, hipotalamusi, dhe diabeti, ndër të tjera. Si sëmundje që më së tepërmi i trajtojmë ose flasim, më së tepërmi kemi pacient në masë më të madhe, është sigurisht diabeti, ku pas sëmundjeve kardiovaskulare, është sëmundja e dytë që shkakton morbiditet apo dekjet e pacientët. Pastaj kemi pacient të shumët të cilit i trajtojmë për gjendrën tiroide, posaçërisht hipofunksioni gjendrës tiroide apo hipotiroidizma, ku në kohën e fundit kemi gjithnjë më tepër pacient të cilët i diagnostikojmë, pastaj sëmundjet të cilët i hasim siç janë tumoret e hipofizës, prolaktina e lartë. Tash numri që rritet i pacientëve shkon edhe natë se për shkak se pacientët kohën e fundit, posaçërisht pas pandemisë, pra pas Covidit, më së tepërmi vinë mjek, bëjnë analiza, ndoshta ndonjëherë edhe pak më tepër se sa duhet, edhe për atë shkak një pjesë e madhe këtyre sëmundjeve diagnostikohen shumë herët, edhe për atë shkak kjo është edhe diçka e mirë, për shkak se mund t'i trajtojmë më herët edhe t'i parandalojmë komplikimet. Ne si qytetar nuk dim shumë rreth hormoneve në shëndetin e përgjithshëm. Si ndahen, si i percepton fusha e endokrinologjisë? Po kështu, pacientët normalisht më parë nuk kanë qenë shumë të informuar, po thuaj se hiç në këtë drejtim, po kohën e fundit, siç e cekam, më tepër janë të kanë ndonjë njohuri pak më tepër, thash për shkak edhe të internetit, lexojnë ndoshta pak më tepër, vinë më shpesh, kanë qasje te mjeku, bëjnë analiza më të shpeshta edhe ndoshta kanë fituar ndonjë njohuri. Mirë po shumica e pacientëve, kur flasim për obezitetin, temën të cilën do ta kemi sot, që e trajtojmë sot faktikisht,
Te obeziteti nuk është veç problemi i mënyrës të ushqyerit edhe aktivitetit fizik, por është edhe problemi i hormoneve. Posaçërisht tu dua ta ceki hormonet të cilët më së shpeshti edhe shkaktojnë obezitet, ose janë faktorë të cilët mund të shkaktojnë obezitet, ose çrregullime tjera, është kortizoli, i cili është një hormon që rritet gjatë stresit, i cili edhe ndikon në mbipeshën apo obezitetin, gjithashtu hormonet e gjendrës tiroide. Te pacientët të cilët kemi hipotiroz apo funksion më të ngadaltë të gjendrës tiroide, ajo është një ndër shkaktarët që shkakton obezitet apo mbipeshë. Edhe gjithashtu rezistenca ndaj insulinit. Çfarë do me thonë ajo? Pacientët që janë me mbipeshë ose obez, ato pacient organizmi tyre, konkretisht pankrasi, tajon insulin, mirë po tajon më tepër se sa duhet në mënyrë që ta kompenzoj tepricën e glukozës të cilën e fusim në organizëm. Edhe për atë shkak ajo rezistencë pastaj shkakton çrregullime jo vetëm në obezitet, po edhe në ciklin menstrual, në fertilitet të gratë e kështu me radhë. Pse disa persona e kanë më të lehtë të dobësohen, doktor, e disa jo? Këtu luajnë rol shumë faktorë. Është edhe faktori gjenetik. Janë hormonet, për shkak se shumica e pacientëve fillojnë direkt me ndonjë dietë më restriktive. Pa bërë ndoshta të gjitha analizat të shohin mos jetë ndonjë prej shkaktarëve që i përmenda. Shembull, nëse është edhe faktor që kontribon hipotireoza apo funksioni më ngadaltë të gjendrës tiroide, ai edhe me mbajt, do me thonë dietë, me mbajt dietë restriktive mund të humb një pjesë, do me thonë mund të humb peshë, mirë po jo të arrijë në atë nivelin e dur për shkak të problemit hormonal. Pastaj ndikon konstitucioni, ndikon faktorët gjenetik siç e ceka, edhe ndikon metabolizmi i njeriut. Pra, do me thonë krejt të janë faktorë të cilët ndikojnë në obezitetin. Ku mund ta vrejnë në këtë rast njerëzit që pesha e tyre ka kaluar më në obezitet, doktor? Dhe kur mund të shqetësohen? Obeziteti është një problem multifaktorial, ku kërkon pra qasje apo jo veç, do me thënë, pacienti është kryesori në këtë rast, pa mos pasur motivim nga ana pacientit që të shkojë në mjek, pastaj në specialist endokrinolog, krejt janë të kota. Faktikisht tu është roli kryesor i mjekut am, i cili duhet të jep udhëzimin, jo, do të thonë, të ketë kohë që të mirët, por për fat të keq numri tepër të pacientëve, koha e limituar edhe nuk kanë kohë që të merren aq sa duhet me pacientin. Pastaj është edhe dëshira dhe vullneti i pacientit që të frekuentoj specialistin endokrinologjik. Po jo veç endokrinologu, këtu duhet qasje edhe nga psikologu, nutricionisti e kështu me radhë. Për shkak se obeziteti është një pandemi ku çdo i treti ka mbipeshë. Dhe obeziteti nuk është veç problem estetik, po është problem shumë më i madh se kjo, shëndetësor. Pse është ashtu? Për shkak se mbipesha ndikon në paraqitjen e shumë sëmundjeve, siç janë diabeti, sëmundjet kardiovaskulare, problem me fertilitetin apo me shtatzanin ose të ngelurit shtatzane, problem me menstruacionet, me ciklin menstrual, problem me nyjet e trupit të njerëzit, se normal mbi pesha edhe i dëmton nyjet për shkak të presionit që e bën pesha, edhe për atë shkak këtu duhet një qasje multifaktoriale. E tash, nëse pacientët kanë indeksin e masës trupore, ajo llogaritet nga ka një kalkulator si llogaritet, do të thonë këtu hyn gjinia, pastaj vitet apo mosha e pacientit, sa është lartësia e pacientit dhe sa është i lartë dhe pesha trupore, edhe llogaritet. Ndër 25 kg në metër katror, themi se pacienti nuk është me mbipeshë. Prej 25 deri 29-39 themi se ka mbipeshë dhe mbi 30 ai pacient është më obez. Edhe duhet të trajtohet. Dhe a ka raste kur dieta dhe aktiviteti fizik nuk mjaftojnë në ato momentet e para, ndoshta kur edhe trajtohen te mjekët këta pacientë? Po ka. Si fillon trajtimi? Me aktivitet fizik dhe me dietë ose direkt me diçka tjetër? Ajo varet prej indeksit të masës trupore që e ceka. Edhe varet normal edhe prej dëshirës dhe prej mundësisë së pacientit. Tash nëse pacienti ka peshë trupore apo indeksin e masës trupore mbi 30, edhe ka ndonjë sëmundje tjetër apo komorbiditet, qoftë kardiovaskulare ose diabet, përveç dietës dhe aktivitetit fizik, është e rëndësishme të jepet edhe terapi apo barna. Mirë po, për fat të keq, barna që jepim për mbipeshën apo obezitetin
janë private, do me thënë duhet pacienti vetë i blej. Para 2 viteve, nëse zgaboj, po 2 vite e gjysë, deri se isha udhëheqës i klinikës endokrinologjisë, u hap të ne qendër për obezitet, do me thonë në suazat të klinikës tonë, dhe në atë qendër u bë ajo me financim të një kompanie farmaceutike, ku aty kemi, do me thonë, gati çdo ditë pacient që vinë, na frekuentojnë pacient që kanë probleme me mbipesh, kemi edhe nutricionist. Po, është në funksion, prej atëherë çdo herë ka qenë në funksion. Normalisht, për shkak se ka kërkesa të shumta, edhe numri i pacientëve që vinë veç rritet, mirë po edhe koha ose mundësia që jonaqë, edhe pacientët ka ankesa normal se në kohë sun vinë termin, mirë po ka shumë pacientë që kërkojnë ndihmë. Kemi aty edhe aparaturat e duhura ku matet para së gjithash edhe konstitucioni peshës trupore, sa masë yndyrore, sa proteine edhe kështu me radhë ka organizmi. Që duhet paralelisht t'i bëj këto analiza. Normalisht aty i bëjmë edhe komplet analizat hormonale edhe analizat tjera, edhe e të regojmë se çfarë duhet ai pacient, a është për trajtim veç për dietë dhe aktivitet fizik, ose ndër të tjerat edhe terapi. Tash, ndër terapit që ne i rekomandojmë, është saksenda apo liraglutidi, që thash pacienti duhet vetë ta blej ose ta marrë privat, është terapi në formë të injeksioneve, si insulini, mirë po nuk është insulin, edhe mirët çdo ditë. Tash ka pacient u bë si barën shumë e njofshët Ozempiku. Vazhdishta që ta përmend. Po, Ozempiku po, ndihmon për të humbë nga pesha trupore. Ka efekt ansore se? Po, normalisht tash për efektet ansore, do të shifet më tutje pasi të bëhen analiza shtesë, tash nuk jepet edhe nuk rekomandohet te pacient që kanë pasur karcinom të gjendrës tiroide, të ato pacient edhe saksenda edhe Ozempiku nuk rekomandohen dhe nuk jepin, do me thënë ka kontraindikacion. Mirë po ka diçka tjetër, Ozempikun, qoftë edhe barnaqera, nuk duhet pacienti t'i marrë vetë, do me thënë duhet të shkojnë në kontrol dhe specialisti endokrinolog t'i japë. Ozempiku jepet te pacientët që kanë diabet, ndërsa të ata që nuk kanë diabet nuk i jepet, do me thënë nuk është e rekomanduar. Veç të ato që kanë diabet, edhe ndër të qerat ndikon peshën trupore, thash në sistemin kardiovaskular dhe ka shumë benefita tjera. Ndërsa saksenda si terapi është bashkë për këto pacient të cilët kanë probleme me mbipeshën. E tash pse është e rëndësishme në qoftë se futet përveç dietës dhe aktivitetit fizik të jepet edhe terapia, për shkak se humbja e peshës do t'jetë shumë më e madhe, edhe motivimi i pacientëve do t'jetë më e madhe. Shumica e pacientëve fillojnë me dietë, kanë humbje peshe, një muaj gjys, pastaj vin një periudhë platoje, një periudhë kur humbja e peshës është shumë e ngadalë. Edhe këtu është ai momenti demotivimit të pacientit, kur ai e humbën shpresën edhe përsëri kthehet. Pastaj konsiderohet normale kjo ose? Kjo thash varet prej pacientit, mirë po në këtë rast duhet është shumë i rëndësishëm motivimi. Edhe pacientët të vazhdojnë me terapin, flasi ato që janë me terapi dhe aktivitet fizik dhe dietë, ato që janë veç me dietë dhe aktivitet fizik, normalisht fillohet me një dietë më normale, themi, jo dietë restriktive shumë, edhe normalisht aktiviteti fizik. Nuk mundet një person që ka qenë jo aktiv, disa vite, edhe direkt filloj me aktivitet intensiv fizik. Po e duhet ngadalë, derisa normal organizmi ati të mësohet edhe që të mund. E tash ka raste kur kanë indeksi i masës trupore është mbi 35 dhe kanë smundje qera, flas komorbiditete, ose është mbi 40, atë rekomandohet kirurgjia bariatrike, apo ngushtimi i lukthit. Mirë po edhe në këto raste, hirurgët të ne rekomandojnë fillimisht nëse ka mundësi sa më shumë të humbë pacienti prej peshës trupore, edhe shumë më lehtë është edhe intervenimi, po edhe pasojat eventuale prej anestezionit, prej intervenimit e kështu me radhë. Me atë sa kemi parë, disa persona që kanë bërë ngushtim të lukthit, disa meqë dhe disa të tjerë, ndoshta që edhe janë të njohur fytyra publike, nga një peshë shumë e madhe trupore kanë kaluar në sikur anoreksi, mund t'i quaja. Ka shumë që janë dobësuar. Pse ndodh kjo? Ajo ndodh është për shkak se zvoglohen shumë për masat e lukthit, edhe në atë rast edhe apetiti, do me thonë, ose oreksi atyre pacientëve zvoglohet,
edhe normalisht konsumojnë më pak për shkak se lukthi i tyre aq mund ta përballoj. Edhe humbin. Mirë, po unë kam raste kur edhe pacientët pas janë operuar, shembull 2 vite, 3 vite, 4 vite kanë qenë mirë, e kanë pasat peshë trupore, po gradualisht pastaj nëse nuk janë përmbaj rregullave ose mënyrës të ushqyerit, kanë filluar të shtojnë peshë. Po, se lukthi ka elasticitet, edhe pse është zvogëluar me kalimin e kohës. Nëse nuk i përmbajsh rregullave, mirë, po duhet pak më tepër kohë derisa të ketë ngadalë natë që e kanë pas ose në mes të asaj që e kanë pas edhe asaj që e kanë atë ditë. Që do të tanë jetën duhet kujdes pas mbështimit të lukthit. Normal, kujdes duhet çdo person, edhe ai që është në kufi të mbi peshës duhet kujdes të më mirë të parandaloj, se sa ne ua rekomandojmë normal pacientëve që vinë me diabet, mënyrën e ushqyerit, po jo vetëm ato. Edhe te normalisht të njerëzit që nuk kanë smundje apo diabet, për t'i parandalu këto smundje, duhet sigurisht të kemi kujdes në mënyrën e të ushqyerit edhe aktivitetin fizik. Për fat keq, shumë pak aktivitet fizik kemi, edhe ajo është një ndër, edhe si që e cek edhe vetë, mënyra e të ushqyerit, një ditë mëngjesi mund ta kemi 8-9, një ditë tjetër 12, ose tanë ditën nuk ham, edhe ham pastaj ora 5 shumë, edhe e teprojmë. Kreto, edhe gjumi, normalisht edhe gjumi i jo i rregullt, krejt këto ndikojnë në mbipeshë apo obezitet. Doktor, nga përvoja juaj profesionale, e rekomandoni ju ngushtimin e lukthit ose jo? Te pacientët të cilët ka nevojë, sigurisht se po. Normalisht ka edhe jo rreziqet e veta, pacienti ti sqarohet përpara se të bëj intervenimin për pasojat e mundshme, njëra ato pasojat prej anestezionit që i ka çdo intervenim, mirë po pse e rekomandoj? Posaçërisht te pacientë që kanë smundje kardiovaskulare, te pacientë që kanë smundje të zemrës, shembull kardiomiopati, mbi pesha ende kardiomiopatin e përkeqëson, ose pacientë që kanë diabet. Pas kirurgjisë bariatrike ka raste që kanë qenë me insulinë dhe me barna, kthehen veç me barna. Ose kanë qenë me 3-4 barna, tash vu mjafton një barnë. Edhe sigurisht, posaçërisht te këto pacientë, ose te pacientët që kanë obezitet morbid, ku edhe nuk vinë në një fazë ku nuk mund të lëvizin, sigurisht se ja vlen për shkak se pasojat janë shumë më të mëdha sikur mos humben peshë se sa ti nënshtrohet operacionit. Qartë. A ka alternativat tjera më pak invazive në këtë rast që mos vinë deri te ngushtimi i lukthit? Ne përmendëm edhe një injektimin e Ozempikut, por ka edhe tjera? Do me thonë Saxenda dhe si që shse ka dieta edhe aktiviteti fizik. Ka edhe barna tjera, si që janë orlistatik shumë e rrath, mirë po ato barna ende nuk janë në Maqedoni, është regjistruar veç Saxenda. Barna tjera nuk janë. Po thash, sigurisht se për para kirurgjisë bariatrike, kam edhe unë pacient që momentalisht ju theqi, shembull edhe kirurgu abdominal ua rekomandon fillimisht të filloj njërë të humbe një sasit peshës trupore, që pastaj ta ketë më lent edhe për operacion. Po ka pacient që kanë ardhur me dëshirën për tu operuar për kirurgji bariatrike, mirë po me dietë, aktivitet fizik dhe me këto barna të cilët e kemi në dispozicion për një periudhë 6 mujore ose një vit e gjys, ka arri deri në nivel të peshës trupore që e ka parandaluar të themi ose nuk është nënshtruar operacioni. Qartë. Përveç Ozempikut, ne kemi parë edhe disa injektime të tjera të cilat nuk i kemi ende në tregun tonë, Mounjaro nëse nuk janë Mounjaro, Vegovi, ka shumë varësisht prej kompanive, Novo Nordisk, Lilly, Sanofi, ka edhe atje, mirë pa to janë më të shtrenjta edhe ende nuk kanë ardhur në tregun tonë. E kanë rezultatin e njëjtë si Ozempiku, i kanë ato thuaja efektet e njëjta ose? Kështu, për Mounjaron edhe për Vegovi, përvoja jo me pacientët që kemi ne, se thashtë ne nuk është ende e regjistruar, po prej përvojave ose atë që e lexojmë ose që ndjekim trendet botërore, po ka edhe Vegovi edhe Mounjaron krahasim edhe me Saxenda edhe me Ozempikun, ka efekt ende më të madh. Se ka edhe pacient tash që kanë qenë me terapi me Saxenda ose Ozempik, po nuk kanë humbur peshë. Janë raste të ralla. Këto kanë më shumë efekt. E kanë pasur më shumë efekt. Pse është kjo kështu? Për shkak se përvoja që e kanë bë këto barna të mërshme, Ozempiku dhe Saxenda, normalisht kompanitë farmaceutike shkojnë përpara, bëjnë, do me thënë, shkenca evoluon edhe bëjnë analiza
më të tepërme, edhe më të detyruara, edhe normalisht në të ardhmen do të dalë edhe ndonjë injekcion ose barë që do të jetë edhe më efikase. Tash normalisht edhe për insulimin. Kjo është edhe konkurrencë mes tregut, kuptohet. Mes tregut, po edhe ajo, edhe investojnë, domethënë shumë të mëdha parash që të vinë në terapi sa më efikase për obezitetin. Ka informacione që mund të vinë edhe tek ne këto injekcion? Po, për Vegovin kam informacion se pritet së shpejti, ndoshta brenda 2-3 muajve, ka procedura, duhet të regjistrohet në Agjencionin e Barnave, në Ministrinë e Shëndetësisë, ka procedura që duhet kalon edhe pastaj ta kemi në dispozicion edhe të ne. Doktor, cilat janë gabimet më të shpeshta zakonisht që i bëjnë njerëzit kur përpiqen të dobësohen dhe sa konsultohen me juve personalisht, flas edhe pacient që keni pas, por edhe miq për rreth që keni? Fillimisht, siç e cekam, njëherë është ajo barriera që të vine deri te ne, po tash njoftësit, atë çka lexojnë edhe pacientët shumë më shpesh kërkojnë domethënë ndihmë prej mjekut endokrinolog specialist, vinë te ne, i bëjmë analizat e duhura, u acaktojmë terapinë e duhur ose dietë, aktivitet fizik, fillojnë mirë, edhe pastaj thashe humbin motivimin për x arsye, ndonjë nuk mundet edhe t'i blej ato banë, ose i merë 2-3 muaj, 4 muaj i len, ose demotivohet, fillon përsëri, ta që atje që e ka pas më para, nuk vinë në kontrolla, edhe është. Kemi dhe pacient që e vazhdojnë, mirë po për fat të keq numri është më i vogël atyre që vazhdojnë të vinë në kontrolla të rregullta, po edhe nuk dorëzohen, krahasim. Ajo shumë varet prej vet individit, pacientit. Dhe karakterit. Sa është karakterit dhe sa është i përcaktuar për atë. Po ndonjë rast konkret kështu me ndonjë pacient ju kujtohet momentalisht? Po kena pasur pacient, flas para 2-3 viteve, edhe që e prezentova në një simpozium tonin të diabetit, bashkë me kolegen time të punës, faktikisht është pacientja asaj, po pastaj e trajtuam bashkërisht, ishte me terapi me Saxenda, dikund kurreth kishte, nëse zgaboj, 186 kg ose 190, po 186, edhe e lartë dikund, nëse zgaboj 1,65 m, femër, po 1,65 m, edhe kishte probleme dhe të shumta shëndetësore. Lëvizjet i kishte të kufizuara, filloi u paraqit edhe diabeti, edhe pse në fazën fillestare, edhe filloi me terapinë, pranoi terapinë, u konsultua me ne, ishte, domethënë, e gatshme që se duhet të ndryshoj diçka, se ka ardhur, nëse me fundi po është një alarm që duhet të ndryshoni diçka, filloi me terapinë, edhe ende jemi duhe ndjek, po brenda një viti e gjys, edhe me terapinë, edhe me aktivitet fizik, tash nësë ka bëj ka dikun 110 kg, 105, do me thonë, brenda një viti e gjys, po mbi 70 kg ka humbur, ngjehet më mirë, tash bile për diabetin edhe nuk merr bana, se ishë në fazën fillestare, shtypja është rregulluar, lëvizjet i ka më normale, edhe ajo tash e motivon se të vazhdoni, për shkak se bën krahasim çfarë jete ka pas gjatë periudhës kur ka qenë me mbi pesh, edhe çfarë jete ka tash, edhe normalisht se ajo indikon. A ka mjaftueshëm simpoziume të organizuara në vendin tonë dhe vende ku duhet të trajtohen këto tema, sepse këto tema duhet të trajtohen, unë mendoj që edhe në për shkolla, sepse nga rinia nis obeziteti. Po, është shumë e saktë që thajda, te ne kemi shoqat të endokrinologëve dhe kemi shoqat për osteoporoz, mirë po më shumë u theqin ortopedët. Para 2-3 viteve u hap edhe shoqata për obezitet, edhe këtë vit u organizua edhe kongresi, apo simpoziumi që zgjati një ditë, mirë po është një simpozium i mirë, edhe simpozium domethënës, edhe duhet ashtu edhe të vazhdojmë të që kishte edhe profesor nga jashtë, po kishte edhe normalisht në të ardhmen, se vetë do të jetë mirë sikur edhe pacient të vinë, edhe ti të ndëgjojnë ato rekomandime përveç mjekëve të cilët ishin prezent, edhe mjekëve në specializim, si dhe specialistëve. Ata që nuk i kanë këto probleme, pse jo? Pse jo të ndëgjojnë të shohin. A këtë që e ceke në për shkolla, kjo është shumë e rëndësishme. Se aty fillon problemi, ne shohim në kohën e fundit shumë fëmijë, për shkak se deri në moshën 14 vjeçare trajtohen në pediatri, në klinikën e fëmijëve, pacientët qoftë me diabet, qoftë me mbi pesh, apo smundje hormonal, ose çrregullim hormonal, mbi moshën prej 14 deri 18 vjeçare,
atje mund të ne, ende nuk është reguluar me deri ligjë. në moshën 14 vjeçare, po edhe prindrit janë ajo shtytca kryesore ku duhet të dinë se si të ushqejnë. Pas moshës 14 vjeçare është problem, pastaj edhe po për atë shkak kemi edhe shumë pacientë që diagnostikohen me diabet tip D në moshën fëmijërore, flas fëmijë 10 vjeçar, 12 vjeçar, për shkak se diabeti tip D zakonisht mbi moshën 30-35 vjeçare shfaqet. Po, tani edhe në moshën shumë të re, do të thonë jo diabet tip 1, po tip D. Ajo pse ndodhen për shkak të rezistencës ndaj insulinit, fëmijë me mbipesh, këtu është faji i prindërve më së shumti, për shkak se duhet ato të përkushtojnë fëmijëve sa më shumë kujdes, po obligimet e shumta atyre i lejnë fëmijët më së tepërmi me celular edhe me fast fooda, rrinë ulur, nuk kanë aktivitet fizik, të shoqërohen me ato bashkëmoshatarët e tyre, të luajnë më së tepërmi. Tash edhe parqe të rrallë i shohim me fëmijë ku mund të luajnë tanë ditën rinë shtëpi, shohin televizor. Është problem kompleks, po te fëmijët flas është problemi te prindrit që nuk kushtojnë shumë rëndësi tash. Normalisht vëllëdhimsen fëmijët, po nuk kanë shumë kujdes edhe për shkak se s'kanë kohë të mjaftueshme, por edhe për shkak neglizhencës. Edhe sigurisht se ndoshta duhet në të ardhmen edhe në shkollat fillore të mbajnë ligjërata, edhe të mesme, që të vetëdijsohen ato pacientë. Sigurisht ne jemi në dispozicion si endokrinolog, por edhe mjekët apo specialistët e mjekësisë interne të shkojmë dhe të ndihmojmë edhe të këshillojmë ato fëmijë. Po. Doktor, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ndatë këtë mëngjes të bashku me neve. Unë e di që jeni keni në fakt një ditë shumë të ngjeshur nga mëngjesi me pacient, por që nuk na refuzuat ftesën, u bët pjesë e programit ton për t'i dhënë të gjitha këto informacione dhe këto këshilla të nevojshme për secilin shikues madje që duhet të di më tepër rreth shëndetit dhe obezitetit në këtë rast. Faleminderit shumë Aida, ish kënaqësia imja që isha i ftuar në emisionin tuaj dhe shifemi në emisionet e ardhshme. Faleminderit shumë për këtë energji kaq pozitive.